Një grup shoqatash jo qeveritare kërcënojnë me padëgjueshmëri qytetare dhe mosdalje në zgjedhjet e prillit në rast se nuk merren parasysh kërkesat e tyre për zgjidhjen e problemit me ndotjen e ajrit. Takimin e sotëm mes tyre dhe presidentit Pendarovski e cilësuan si derën e fundit në të cilën trokasin për të kërkuar ndihmë institucionale, duke paralajmëruar se dalja masive në rrugë do të jetë alternativa tjetër ku do të kërkojnë zgjidhje të problemit. Derisa s'kjo nuk plotësohet, ju garantoj të paktën për pjesën e manastirit, por edhe të gjithë bashk që jemi këtu se do të therasim në padëgjueshmëri qytetare para zgjedhjeve. Do të dalim aty ku njerëzit na respektojnë. Do të kërkojmë që të mos dalin në zgjedhje. Thjesht ta bllokojnë gjithë të aparat shtetror sepse po i kalojnë të gjitha kufit. Konkretisht me që vim nga rajoni Pollogut kemi kërkuar që të ndikoj në shpalljen e malit Sharë si park nacional përpara se të thahen gjitha lumenjt dhe përpara se të pritën gjitha pyet nga hidromafia, nga mafia hidrocentraleve, për cilët po ashtu kemi kërkuar nga presidenti që të ndikoj tek autoritetet që të ndalet menjëherë ndërtimi i hidrocentraleve të ashtu quajtura të vogla, të cilat kanë ndikim shumë të madh negativ. Presidenti Pendarovski u premtoi sektorit civil se në seancën e ardhshme të Këshillit të Sigurisë, çështjen e ajrit të ndotur do ta ngrejë në nivel të sigurisë shtetërore. Ndryshe, masat e ndërmarra deri më tani OJQ i cilësuan si populiste dhe që nuk kanë dhënë as pak rezultate.